Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishti u ngjall. Jemi në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë dhe në datën 30 prill dhe në këtë ditë Kishën Ortodokse na nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait kapitulli 9 vargu 1 deri në vargun 6. Më konkretisht në këtë pjesë të Ungjillit sipas Lukait na thuhet: Pastaj mbasi I thiri bashkë të 12 dishepujt e vet, u dha atyre pushtet dhe autoritet mbi gjithë demonët dhe të shërojnë sëmundjet. Dhe I nisi të predikojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të shërojnë të sëmurët. Dhe u tha atyre: Mos merrni asgjë për rrugë, as shkop, as trast, as bukë, as para dhe asnjë prej jush të mos ketë 2 tunika me vete. Në atë shtëpi ku të hyni, aty rini derisa të largoheni. Nëse disa nuk ju pranojnë, duke dalë për aty qyteti, shkuni dhe plurin nga këmbëtuesi dëshmi kundër atyre. Atëherë ata u nisën dhe përshkuan fshatrat dhe duke përhapur Ungjillin dhe duke shëruar kudo. Kjo pjesë e Ungjillit sipas Lukait është komentuar nga Etret e Kishës dhe për shembull në vargun e parë ku ne lexojmë pastaj mbasi I thiri bashkë të 12 dishepujt e vet, u dha atyre pushtet dhe autoritet mbi gjithë demonët dhe të shërojnë sëmundjet. Sipas Shënqërisë të Aleksandrisë, na theksohet se Zoti Krisht që zgjedh rrethin e ngushtë të dishepujve, 12-tët, nuk I jep atyre një fuqi të huaj, por pjesëmarrje në pushtetin e tij hyjnor. Pra, atë pushtet që kishte marrë Krishti nga Ati kundër demonëve për të shëruar sëmundjet dhe mësuar popullit, të njëjtin pushtet I jep Krishti dhe apostujve. Krishti është apostull I Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë dhe apostujt janë të dërguarit e Krishtit. Dhe vetë fjala apostull thotë I dërguar ose një lloj ambasadori. Kështu që apostujt e Krishtit, dërguarit e Krishtit ishin me letrat kredenciale të Krishtit, si mund të themi, me fuqinë e Krishtit, me autoritetin e Krishtit, si kundër demonëve, por të shëruar popullin dhe për të mësuar popullin. Shënjo Angujarti vëren se kjo tregon se misioni I tyre nuk ishte thjesht mësimor, vetëm katekizues teorik, por edhe çlirim dhe shërim. Pra ishte shenjë e ardhjes së mbretërisë së Perëndisë në tokë. Të njëjtën gjë vazhdon në Kisha Apostolike, ka të njëjtën fuqi që Krishti dha apostujve dhe apostujt ja lanë trashëgim Kishës, dhe Kisha ka të njëjtin mision, dërgohet nga Zoti me hir apostolik, me autoritet kundër demonëve, të shërojë sëmundjet dhe lëngatat në popull. Dhe në vargun 2 na thuhet dhe nisi të predikojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të shërojnë të sëmurët. Në këtë varg, sipas Shën Ambrozit të Milanit, thuhet se predikimi dhe shërimi shkojnë bashkë. Fjala ndriçon shpirtin, ndërsa shërimi në hijen e Zotit prek trupin. Dhe pra kemi një unitet të shpëtimit. Njeriu shërohet plotësisht, jo vetëm shpirtërisht, por dhe fizikisht. Pra, këtë mision kishte Krishti, këtë mision ju la apostujve, këtë mision ka si trashëgim dhe veprim dhe Kisha Apostolike. Në kishën e vim të shërohemi shpirtërisht, mendërisht, fizikisht, dhe kjo ndodh nga misteret e Kishës, që transmetojnë hirin shërues dhe katekizues që Zoti ju dha apostujve. Dhe në vargun 3 ne lexojmë dhe u tha atyre: mos merrni asgjë për rrugë, as shkop, as trast, as bukë, as para dhe asnjë për jush të mos ketë 2 tunika me vete. Pse e dha këtë urdhër Krishti tek apostujt? Sipas Shënjo Angujartit, ai interpreton si një mësim tek apostujt për besimin në providencën hyjnore. Apostujt, edhe pse u dërguan nga Krishti në një territor, si them, jo familjar, sepse ata po shkonin te të huajt në kuptimin e shtëpitë të tjerëve, por apostujt duhet të mbështeteshin tek Zoti, jo te siguria materiale, për mos u rrezikuar që misioni I tyre të kthehet në një lloj profesioni, pra për përfitim. Pra, ne ju japim, ju na jepni. Shën Agustin I Hipos thekson se kjo nuk është një ndalim absolut që Krishti u tha apostujve, por u dha vetëm një urdhëres për atë kohë, pastaj më vonë vetë Krishti u thotë që ata duhet të marrin
të kenë me vete edhe rroba dhe ushqime, sepse do shkonin nga territori Izraelit, që ishin një territor misor, po do shkonin në territor armisor që ishin tek kombet. Por në këtë rast Krishti i jep një ushtrim shpirtëror për varësi nga Zoti dhe për përulësi. Do me thënë që duhet të shpresojnë në providencën e Ore, por dhe duhet të përulen në ndihmën që japin edhe njerëzit. Dhe është një detyrim që njerëzit t'i ndihmonin apostujt, sepse apostujt jepnin atë që njerëzit nuk mund ta blenin dot, dhe njerëzit në shkëmbim ose si më njohet duhet t'i mirëprisnin, t'i strehonin dhe t'i ushqenin apostujt. Prandaj dhe Zoti dërgon në këtë mënyrë. Në vargun 4 kemi: në atë shtëpi ku hyni, aty rini derisa të largoheni. Pra, etrit e interpretojnë këtë që ata të shmangin lakmin, rehatin, paqëndrëshmërinë, pra apostujt nuk do të kërkojnë kushte të mira, luks mund të themi, se nëse një shtëpi është e varfër, ata thonë të shkojnë të gjejnë një shtëpi që janë më të pasur ose ka më rehati. Jo. Apostujt do të qëndrojnë në atë vend ku providenca hyjnore do t'i vendoste. Shëna Broci Milanës thonë se kjo krijon marrëdhënie të sinqerta me ata që i presin. Pra, apostujt ishin thirrur për të bërë një shërbim sakrifikues si dhe Krishti. Çfarë thotë Krishti për vete? Zdojisht ka në folje dhe dhelpra kanë stroflla, kurse biri njeriu nuk ka një vend ku të vendosi kokën. Kështu dhe apostujt, si imitues të Krishtit, nuk do të kërkonin kushte rehatie, por mbijetese dhe t'i jepnin përparësi misionit që kishin. Të njëjtën gjë ka edhe kleri në kishën tonë, të cilët janë thirrur që t'i shërbejnë popullit dhe asnjëherë nuk duhet parë ky shërbim si një profesion, aq më tepër si një mundësi për të bërë karrierë ose për të bërë rehative të sënde, për të krijuar një mirëqenie. Pra, në qoftë se një prift është i pasur në një vend ku besimtarët janë të varfër, kjo nuk shkon dhe nuk qëndron, sepse prifti duhet jetë njësoj si populli. Dhe prandaj, në qoftë se kemi raste të tilla, kemi një degradim të misionit nga një mision në profesion. Këtë kërkonte Krishti të ndalonte tek apostujt duke dhënë këto urdhra që ne edhe i dëgjuam. Jemi në vargjet më poshtë, në vargun 5 ku na thuhet: nëse disa nuk i pranojnë, duke dalë për aty qyteti, shkundin dhe plurin nga këmbëtuaj si dëshmi kundër tyre. Tashmë Krishti i këshillon apostujt që ata të vepronin edhe në kushte ekstreme, do me thënë kundërshtimi ekstrem. Shënqëria e Aleksandrisë sheh këtë si një dëshmi simbolike, pra refuzimi i ungjillit ka pasoja shpirtërore. Judejt kishin një zakon, një traditë që kur dinin për të shkuar diku dhe shkonin nga territori pagan, atëherë ata kur futeshin në tokën e shenjtë ose në kufit e Izraelit, atëherë shkundin edhe plurin që kishin marrë nga paganët, sepse mendonin se kjo i ndodhte nga ana rituale. Por këtë tha Zoti tek apostujt, po jo në konceptin ritualist si të bënin judejt, po më tepër si një dëshmi simbolike që ata që do t'i refuzonin apostujt, ata do refuzonin Krishtin, dhe kush refuzonte Krishtin, refuzonte Zotin. Dhe kjo kishte pasoja shpirtërore për gjithë individ, familje ose fshatra ose qytete që nuk do t'i pranonin apostujt, sepse apostujt ishin si ambasadorë të Krishtit, të dërguar të Krishtit, mbas apostujve shkonte Krishti. Dhe nëse ata do sidheshin keq me lajmëtarët e Krishtit, do sidheshin keq dhe me vetë Krishtin. Shënia Ngojarte thekson se apostujt nuk duhet të zemërohen, pra nuk duhet të kenë pasion hakmarrje, po thjesht ata të dëshmojnë nga ky veprim që ne distancohemi nga mos mikpritja juaj dhe gjithë përgjegjësia mbetet tek ju. Patjetër që Zoti i flet njerëzve, po nuk i detyron njerëzit, po ashtu bënte kisha. Kisha nuk ta hap me zor derën e shtëpisë dhe të japi vilajmin e mirë ose fuqinë e Zotit, por në qoftë se dikush hap derën dhe mikpret një njeri të dërguar nga kisha klerik ose laik, ose hap zemrën dhe pranon hirën e Perëndis, po në rregull. Po nëse e mban të mbyllur, gjithë përgjegjësia është e personit. Por dhe e familjes, nëse kemi një mendim dhe veprim të bashkët, por dhe një vendi. Në vargun 6 na thuhet më konkretisht: atëherë ata u nisën dhe përshkuan fshatra duke parapur ungjillin dhe duke shëruar kudo. Në këtë varg kemi se
detyra e apostujve ishin mos qëndronin në një vend, ata të shkonin vend më vend, ashtu si dhe Krishti tha që detyra ime është nga Ati të shkoj të parap ungjillin fshat më fshat, qytet më qytet, të njëjtin gjë bënin dhe apostujt, dhe ky ishte misioni apostolik. Ata nuk mund të instaloheshin në një vend, por në atë vend shkonin, ungjillizonin, vepronin me fuqinë e Zotit, pra largonin demon, shëronin sëmur, nxisnin besimin tek të dërguarit e Krishtit dhe te vetë Krishti dhe pastaj largoheshin. Shën Agustini Hipos shton se veprat e shërimit konfirmojnë fjalën e ungjillit. Pra, fjalët që ata thonin i shoqëronin me anë të veprave, mrekullive, shërimeve. Në njëjtën gjë bën dhe Kisha Apostolike. Kisha Apostolike nuk është e izoluar, instaluar vetëm në një vend, ajo përhapet kudo dhe gjithmonë Kisha zbaton urdhrin që dha Zoti, shkonin në çdo vend. Prandaj, këtë mision, edhe nëse instalohet Kisha në një vend, për shembull, aty ndërtohet një komunitet, një enori, përsëri misioni është për të shkuar në një vend tjetër ku nuk është dëgjuar Krishti, në rrethina dhe në vende të tjera. Dhe duke prapur shkrimin e shenjtë, ungjillin e shenjtë, por dhe me fuqinë e Krishtit, me shërime dhe mrekulli dhe duke larguar demon. Kështu pra i jepet autoritet fjalës dhe fjala bëhet veprim tek populli. Dhe kështu pra instalohet besimi në Krishtin, ngrihet Kisha dhe formohet komuniteti i krishterë. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe komentin për sot, por takuar në komentin e ardhshëm. Në ditën tjetër, deri atëherë, mirupafshim.